Sehli, radiallahu anhu, tregon se pejgamberi alayhi salam ka thënë: është një portë në xhenet që quhet Rejjan, nga e cila do të hyjnë agjëruesi në ditën e ringjalljes dhe askush tjetër nuk do të hyjë andej përveç tyre. Do të thirret: ku janë agjëruesit? Ata do të ngrihen dhe askush tjetër nuk do të hyjë nga ajo portë përveç tyre. Kur ata të kenë hyrë të gjithë, ajo do të mbyllet dhe askush nuk do të hyjë më që andej. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mundësohen nga xhamiambret.com.